Përshëndetje. Këtu kam 3 grupe letrash. Parashikimi është i përgjithshëm. Ti merr atë që të rezonon dhe ti mund të zgjedhësh kë grup të duash. Këtu kemi 3 grupe, në grupin 1, grupin 2, grupin 3. Dhe unë do t'i hap për këtë javë. Çfarë do kemi këtë javë? Çfarë do na ndodhë këtë javë? Dhe si do ta presim mashtrimin, njerëzit që godasin mbrapa shpine, por dhe problemet familjare që do të ndodhin. Pse e them këtë gjë? Sepse shikoj që ju kërkoni fillime të reja nga personat që ju kanë mashtruar të grupit 1. Se unë i pash pak më parë letrat. Shikoj që grupi 1 mashtrohet vazhdimisht nga njerëz dhe ti ke thënë që stok më nuk dua më njerëz të tillë në jetë. Sidomos kemi energjinë e peshkut, kemi energjinë e tokës. Shikoj që në jetën tuaj kërkojnë të futen njerëz që ju mashtrojnë. Bëni kujdes nga persona të tretë, se në jetën tuaj ka persona të tretë. Ti kërkon paqen me veten tënde dhe kërkon një ndryshim këtë javë të kesh një ndryshim shpirtëror, një ndryshim që të gjesh veten dhe të ecësh deri në hënën e plot që kemi përpara. Shikoj që deri në fund të muajit, shumica nga ju do përpiqen të zbulojnë njerëzit falso të grupit 1, njerëzit me maska, dhe këta persona e keni shumë afër. Ndonjëherë këta persona janë në fakt edhe ju ndonjëherë vini maskë ngjarjeve tuaja, sepse nuk kërkoni të shikoni gjërat me imtësi ose nuk doni të lëndoni më shumë nga që jeni lënduar. Shikoj që këtu ka njerëz të tretë në jetën tuaj. Grupi 1 do të thosha që deri në hënën e plot që kemi në fund të korrikut, duhet të përpiqeni të ndryshoni drejtimet tuaja, të ndryshoni gjërat tuaja, të gjeni paqen me veten tuaj, të gjeni paqen me veten tuaj, të meditoni për veten tuaj dhe të bëni disa rituale që të qetësohet pak ana shpirtërore juaja, sepse këtë muaj do përballeni me njerëz që kanë maska dhe do t'u lodhë shumë psikologjinë kjo pjesë, sidomos kjo javë. Grupi 1. Përshëndetje grupi 2. Grupi 2 shikoj që këtë moment në jetën tuaj kërkohet të vihet një rregull. Kjo javë për ju është që do të ndryshoni disa gjëra në rrugtimin tuaj. Janë disa gjëra në jetë që ju lëndojnë dhe ju shikoj shumë të mërzitur. Po keni persona shumë pozitiv ju grupi 2 që ju ndihmojnë. Në radhë të parë duhet të rregulloni veten tuaj dhe të sqaroni disa gjëra me njerëzit. Në lidhje me jetën tuaj familjare, shikoj që gjërat do të ndryshojnë pak a shumë, po duhet të bëni kujdes me njerëzit që keni më të mëdhenj në moshë. Kurse në lidhje me dashurinë, na ka rënë një letër në lidhje me dashurinë, shikoj që duhet të jepni më shumë romancë tek partneri tuaj. Spiritguidet tuaj po ju tregojnë si duhet të veproni dhe çfarë duhet të bëni tani e tutje. Java për ju është shumë pozitive në ana e romancës. Shikoj që do keni dhe njohje të re, por dhe një rikthim ju. Shikoj që do keni një rikthim dhe disa nga ju do e gëzojnë këtë rikthim me romancë, me pasion, me dashuri. Atë që keni kërkuar po u vjen në muajin korrik, por dhe hëna e re u ka pasqyruar shumë gjëra në veten tuaj dhe jeni duke kërkuar sepse keni manifestuar disa nga ju ose jeni lutur për diçka dhe ai spirit guide tuaj, angjëlli juaj po asjo këtë që ju keni kërkuar, dashurinë, romancën dhe pse jo dhe diçka më tepër nga ç'mund të kërkoni. Përshëndetje grupi 3. Momenti tuaj aktualisht, shikoj që keni mjeshtri të thotë që ti duhet të shikosh dritën brenda teje, por dhe ka diçka nga e shkuara juaj. Shikoj që keni një energji pozitive në duart tuaja. Mjeshtri tregon që ti tani e tutje duhet i gjesh 3 fjalë të brendshme. Janë 3 fjalë që ti duhet i gjesh, që të hapet një portë e re në mendjen tënde. Ti jesh lider i vetes tënde, dhe të shikosh çfarë duhet të bësh për vete dhe për të tjerët. Në lidhje me dashurinë, shikoj që ti shikon shumë gjërat e të tjerëve, por ka diçka që ty të pret, ka diçka që ti duhet ta dish. Ndërsa ti po zbulon veten tënde aktualisht, duhet të zbulosh dhe çfarë ti ndjen
në të vërtet për këta njerëz që ty të rrethojnë. Dhe sidomos me personin që ti ke në jetë, sepse nëse ti zbulon se çfarë do ti në të vërtet, lidhja ose marrëdhënia që ti ke me personin do të thellohet më shumë. Disa nga ju janë të martuar me fëmijë. Javë të mbar dhe uroj më të mirën për të gjithë ju. Ju përshëndes të gjithëve.